Anija eksploruese ruse e flotës Baltikut, admiral Vladimirski, në qershor të 2015-s, papritur lundron për në portin e Xhedas në Arabinë Saudite. Zyrtarisht u tha se shkoi për një udhtim pune dhe duhej gjithashtu të furnizohej me ushqime dhe ujë. Pasi mbaruan punë me furnizimet, ekuipazhi ju dha urdhë që të dilnin për vizitë në qytet. Të nesërmen, pas 30 vjetësh ekzistencës si anije, filloi një udhtim për në jug dhe pikërisht për në Antarktidë. Njëkohësisht filluan të dëgjohen zëra se anija eksploruese ruse admiral Vladimirski, përveç furnizimeve me ujë dhe ushqime, në portin e Xhedas ngarkoi dhe diçka tepër të shtrenjtë dhe të rrezikshme, një zbulim arkeologjik të një fuqie të pabesueshme. Një pjesë e madhe nga ju mund të ketë dëgjuar për Arkën e Beslidhjes, por sa nga ju kanë dëgjuar për një ark tjetër, Arkën e Gabrielit, dhe kjo histori është thjesht e pabesueshme. Në Bibël shkruhet historia e Arkës Beslidhjes, e cila shihet si ark e shenjtë e ndërtuar sipas urdhave të vet Jahves, brenda së cilës ndodhen 2 pllakat me 10 urdhra, shkopi i Aronit dhe një enë me mana. Në thelb kjo ark është shumë e tepër se sa mbajtja e këtyre vlerave. Ajo është një armë e fuqishme që përmbante brenda një energji mjaft të rrezikshme, e cila mund të sillte vdekjen qofse do të ndërhyjnë në të persona të paautorizuar. Për ruajtjen e kësaj arke që ngarkuar priftërinë të veçantë me pajisje mbrojtëse. Këta priftërinë para vdekjes verboheshin, sepse ekspozoheshin nga kjo ark, një faktor ky që tregon se kemi të bëjmë me një lloj rezatimi. Sot shkenca zyrtare quan Arkën e Beslidhjes më shumë si një histori mitologjike, pak fakte konkrete të ekzistencës së saj. Nga ana tjetër, një pjesë e madhe e kërkuesve mendojnë se kjo histori është e bazuar mbi objekte dhe ngjarje reale. Qindra vjet kërkues të ndryshëm, qofshin të amator apo profesionist, janë përpjekur të gjejnë vendodhjen e kësaj arke dhe në përgjithësi thuhet se gjendet në Afrikë ose në lindjen e mesme. Midis kërkuesve të ndryshëm kanë qenë nazistët gjatë luftës së dytë botërore, të cilët u morën seriozisht me këtë fenomen. Pak vite më vonë, pas formimit zyrtar në 18 shtator të 1947-s, edhe CIA filloi të merret seriozisht me kërkimin e saj. Por ç'pun ka CIA me këto tema, do të pyesni ju, aq më shumë se nuk është një institucion fetar, qofse do të marrin të mirë qenë se Arka e Beslidhjes ka lidhje me fen. CIA filloi të merret me një mënyrë të pabesueshme. Në fillim vitet 70, një profesor izraelit dhe një korsisë dhe kërkues privat i quajtur Wendell Jones, një person ky i apasionuar pas arkeologjisë biblike, filloi të kërkojë Arkën e Beslidhjes me shpenzimet e veta. Çuditërisht mbiemri zotërisht përkon me personazhin tek seriali Indiana Jones, ku Harrison Ford në rolin kryesor kërkon Arkën e humbur, por le të themi se është rastësi. Wendell, duke studiuar dokumente të ndryshme dhe vende të shumta, deklaroi se kishte gjetur pak a shumë vendodhjen e Arkës së humbur tek deti i vdekur. Vite më vonë, në 2005, ky person del prapë në media dhe deklaron se është shumë pranë gjetjes së vendit sakt ku shihej Arka. Kishte kërkuar në Palestinë, Jordani dhe Izrael, dhe pikërisht në këtë kohë futet në lojë CIA, e cila ndërkohë nga lart ndiqte hapashapi profesorin. CIA nuk ishte interesuar vetëm për rëndësinë gjeopolitike dhe fetare të kësaj arke, që nëse do zbulohej, do të trondiste gjithë bashkësinë arkeologjike dhe shkencore. Ishin të interesuar pikë së pari se kjo ark mund të transformohej në një armë të rrezikshme. Nga dokumentet e deklasifikuara të CIA-s të vitit 2000, u mor vesh se CIA jo vetëm që merrej me spionimin e kërkuesve të arkës, por kishin filluar dhe vetë të kërkonin mbi bazë të programit Sunstreak, apo Reze Dielli, dhe ky program që e brenda një programi më të madh që e kemi përmendur në kanal me emrin Stargate. CIA ashtu dhe si motra e saj nga lindja, KGB-ja, gjatë së ashtu quhetës lufta e ftohtë, kishin filluar të merreshin mjaft seriozisht me programe të kontrollit të mendjes dhe jo vetëm, si parapsikologjinë, telepatin, telekinezën, si dhe me të ashtu quhetën shikimin në largësi. Program ky që është përmendur në kanal. Dhe pikërisht në këtë aftësi të fituar nga individ veçantë, përdori CIA për të gjetur Arkën e Beslidhjes. Këto të dhëna dolën dritë nga dokumentet e deklasifikuara të 1988-s të bëra publike nga CIA. Individ të caktuar që punonin në bazën ushtarake në Langley në Virginia, me anë të projeksioneve mentale, po përpiqeshin të gjenin vendodhjen e kësaj arke.
gjatë projeksionit mental, deklaruan se arka gjendet në vendet arabe, pranë një xhamie ku ndodhe shumë njerëz që flasin gjuhën arabe. Këto parashikime vajnë shumë nga aftësitë e personit dhe mund të japin një vendodhje të parafort. Vëzhguesit thanë se arka është rrethuar nga të ashtu quajturit entitete, pra qenie që e ruajnë këtë ardh, dhe në këtë rast bëhet fjalë për qenie ashtoksore, që cia i quan entitete. Bëhet fjalë pikërisht për engjet apo al-malak në islam. Sipas burimeve ruse, vendodhja e kësaj arke u gjet në vendet arabe dhe pikërisht në vendin më të shenjtë në islam, dhe historia që do të dëgjoni më poshtë është e bazuar në ngjarje reale dhe si gjithmonë gjykoni të qetë. Kjo histori që do të tregojmë bën fjalë për një ark tjetër, të quajtur arka e Gabrielit. Kryeangjëlli Gabriel mbahet si një nga engjëjt më të rëndësishëm si në kristianizëm, ashtu edhe në islam, që pikërisht ky kryeangjëll që i tha Virgjëreshës Mari që do të lindesh Jezusin, dhe nga ana tjetër që engjëlli që i diktoi profetit Muhammed dija nga Kurani. Kryeangjëlli Gabriel i dha instruksione profetit Muhammed për ndërtimin e arkës, njësoj si ndërtimi i arkës në judaizëm. Shpesh gjërat i kemi parasyve, por nuk jemi në gjendje t'i kuptojmë. Një kryeangjëll kontrollon ka 3 fet, pra një ashtoksor. Profeti Muhammed e ndërtoi arkën e Gabrielit dhe sipas këshillave të tij e vendosi në vendin më të shenjtë të Islamit. Sheku i merr radh kjo arkë mbeti e groposur tek xhamia më e famshme në botë, Masjid al-Haram në Mekë. Duke u bazuar tek kjo teori, arkeologët e Arabisë Saudite e zbuluan këtë arkë gjatë rikonstruksionit të xhamisë. Kur e gjetën u përpoqën ta hapin, por në atë moment i goditi një si energji në formë plazme, duke vrarë në vend 15 persona që gjendeshin prezent, arkeolog, shkencëtar dhe punëtor. Kjo ngjarje ka ndodhur në 11/9/2015 sipas dëshmive. Pikërisht në këtë ditë dhe gjatë kohës së incidentit, mbi këtë xhami rrëzohet vinçi i madh, me anë të cilit kryeshin punimet e restaurimit, i cili vrau 111 vet dhe plagosi 394 të tjerë. Dhe kjo ngjarje u pasi një tragjedi rastësore, megjithëse që një ditë me kushte atmosferike të qeta. Natyrisht që kërkuesit e ndryshëm e lidhen tragjedinë me arkën. Në 24/9/2015, pra pas 13 ditësh, u bë një përpjekje e dytë për hapjen e arkës, dhe këtë radhë pasojat janë shumë të rënda. Përpjekja për ta hapur u shoqërua me një valë të fuqishme energjie, e cila vrau jo vetëm të pranishmit, por edhe besimtar të ardhur nga e gjithë bota. Viktimat e kësaj radhe qenë mijëra vetë. Zyrtarisht, në 24 shtator, gjatë pelegrinazhit të haxhit pranë Mekës, në zonën e Minas, rreth 5 kilometra nga qyteti, rreth orës 9 me orën lokale, një masë shumë e madhe njerëzish u shtyp gjatë një paniku që krijua dhe që zyrtarisht nuk i dihet arsyeja. Kjo ndodhi kur turmat po udhëtonin drejt vendit ku kryhet rituali i gjuajtjes së gurëve ndaj xhamarateve dhe në kryqëzimin midis rrugës 204 dhe 223. Numri i viktimave është shkruar disi ndryshe nga burime të ndryshme, por nuk është se ka shumë rëndësi për temën e sotme, pavarësisht fatkeqësisë. Në përgjithësi humbjet e jetës erdhën nga asfiksia dhe nga të shkedhura gjatë përpjekjes për t'u larguar. Është cilësuar si një nga tragjeditë më të mëdha fetare në botë. Në këtë moment, udhëheqësit e Arabisë Saudite kontaktuan dikë me më shumë përvojë me tema të tilla, dhe pikërisht udhëheqësin shpirtëror të Ortodoksisë ruse, Patriarkun Kirill, së bashku natyrisht edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Pra që të sqarojmë diçka. Pavarësisht se nuk kishte arsye zyrtare të origjinës së panikut që solli tragjedinë, udhëheqja saudite natyrisht që dinte diçka më shumë. Diçka kjo që qëndronte mbi mundësitë e tyre për reagim, kështu që u drejtuan rusëve. Putin menjëherë jep urdhër dhe anija eksploruese e admiral Vladimirski shfaqet në portin e Xhedas. Zyrtarisht anija lundronte për arsyet që thamë në fillim të emisionit, por jo zyrtarisht, anija shkoi në portin e Xhedas për të marrë pikërisht arkën e Gabrielit, që hera e parë kësaj anije që ankoronte në Xheda, dhe kjo ka ndodhur në dhjetor të 2015. Në fakt kjo që një çudi e madhe, sepse marrëdhëniet midis dy vendeve qenë të tendosura, sidomos nga qëndrimi diametralisht i kundërt në konfliktin sirian.
Megjithatë çudia më e madhe nuk që kjo, por për ku drejtua anija pasi la portin e Xhedas. 30 vjet pas ndërtimit të saj, për herë të parë, kjo anije shkoi zyrtarisht për kërkimin në Antarktidë, ku kaloi dhe disa muaj aty. Gojet e liga thonë se udhëtimi i admiral Vladimirskit për në Antarktidë kishte të bënte me çuarjen e arkës Gabrielit në bazat fsheta ushtarake. Udhëheqja saudite kërkoi nga patriarku Kiril një dorëshkrim të lashtë si Islam, që Kisha Ortodokse Ruse e kishte shpëtuar nga djegja gjatë kohës së kryqëzave katolike të Romës që në 1204 sulmuan kishën e ushtrisë botërore apo Sofinë e Shenjtë në Stamboll. Thuhet se dorëshkrimi kishte këshilla që Gabrieli dha profetit Muhammed. Kryengjëlli Gabriel ja besoi këtë ark profetit dhe i tha ta varroste pikërisht në atë vend, të cilin e shfrytëzonin engjëjt para krijimit të njerëzit, derisa të zbulohej në ditën e Yamal Kiamah apo ditët e gjykimit. Dhe këtu si kanal na lind një pyetje kuptim plot. Përse sauditët duhet ta zgjidhin këtë problem me rusët, ndërkohë që qenë aleat të ngushtë me amerikanët? Përse i duhet dorëzuar rusëve kjo ark dhe këta nga ana e tyre ta çonin në Antarktidë? Ja vetmja përgjigje logjike është se ata punojnë gjithë bashkë, dhe këtë kanali e përmend shpesh. Zyrtarisht bëjnë sikur zihen, por së bashku mbulojnë gjërat kur papritur diçka shet dritën e diellit. Përse që nga marrëveshja e Antarktidës e 1959-s, aty nuk ka asnjë luftë apo konflikt më të vogël? Nga kush kanë frikë ndërkohë që kemi fuqi bërthamore në planet? Përse të gjithë pa përjashtim respektojnë marrëveshjen e 59-s? Përse gjeta e kësaj arke mos të bëhej publike dhe të vërtetote më në fund se që të tre fet janë në thelmja e vetme? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Po të bëni publike arkën e Gabrielit, do të shikonte dritën e diellit një histori komplet ndryshe nga çka kanë deklaruar fete ndryshme për mijëra vjet. Divida e impera. Vazhdoj me historinë se bëhet edhe më pikante. Në 12 shkurt të 2016-s, pas 1000 vjetësh ftohje, na vjen dhe takimi parë midis udhëheqjes katolike dhe asaj ortodokse. Pra takohen Papa Francesku dhe Patriarku Kirill në Kubë. A mund të më thot ndonjë nga ju se çfarë arsye kishin çunat që stakoheshin? Dhe pyetja tjetër e radhës. Çfarë arsye të fortë patën çunat që thyen akullin pas 1000 vjetësh dhe u takuan? Ndoshta u zbulua një objekt fetar dhe jo vetëm tek i cili besojnë të dy. Dhe ç'është më e çuditshmja? Vetëm disa ditë pas takimit të Kubës, Patriarku Kirill shkon çuditërisht në Antarktidë. Udhëheqi shpirtëror i Kishës Ortodokse Ruse shëtit pak me pinguinët dhe pastaj mban një mesh në të vetmen kishë të vogël ortodokse ruse në Antarktidë, e quajtur Kisha e Trinisë së Shenjtë. Takon antarët e një prej 10 ekspeditave ruse në Antarktidë dhe jo zyrtarisht vizitoi disa vende të tjera, të cilat nuk gjenden në sipërfaqen e këtij kontinenti. Çuditërisht në 2016 filloi një eksod në Antarktidë nga persona VIP, si Buzz Aldrin, një nga 3 astronautët e Apollo 11-s, dhe pastaj kemi dhe president dhe kryeministra të ndryshëm, dhe midis tyre nuk mund të mungonte edhe Papa Francisco, apo Papa Franjo, siç e thrishte rreth i ngushtë, me gjithë moshën e shkuar prej 86 vjetësh dhe shëndetin e dobët. Është po ky Papa Francisco, që në Kubë i dha Patriarkut Kirill një pergament të lashtë të ruajtur në bodrumet e Vatikanit, përmbajtja e së cilës kishte të bënte me arkën e Gabrielit, dhe që mendohet se që shkruar direkt nga engjëjt për të cilët e flitet tek libri e Nohut, paska se ky libër, siç kemi thënë në kanal, është hequr nga Bibla. Diçka shtesi duhej Patriarkut Kirill për të kryer ritualin e duhur. Për një gjë jam i sigurt që pergamena nuk bënte fjalë për Jezu Krishtin. Çfarë mund të ketë fshehur në Antarktidë që është kaq interesante sa detyroi persona VIP që ta vizitojnë? Këtë histori e përhap një bloger rus me emrin Sorcha Faal, i cili nga ana e tij pretendonte se kishte marrë burimin nga Akademia Ruse e Shkencës. Nuk mund të them me siguri se sa i besueshëm ky person, por kjo histori është jashtëzakonisht interesante. Ajo që është zyrtare dhe nuk mund të fshihet nga sytë tanë, është se të gjithë fuqitë e mëdha diçka kërkojnë, duke filluar nga tempullarët e duke ardhur ditët tona me nazistët dhe cian. Pra kërkojnë pa pushim, por në heshtje të plot. 20 vjet në Afganistan
Dhe një ditë bukur lë pas diçka dhe kthehesh në Amerikë me brek në përkëm, duke lënë pas miliarda në armatime dhe miliardet të tjera gjatë 20 vjetëve pushtim. Afganistani ka rreth 1.8 miliard fuqi naftë rezerva, si dhe vendi numër 1 në botë për opiumin. Dhe një mendje ftohtë do të pyeste, përse u larguan amerikanët, kur mund të rinin dhe 20 vjet tjera për ta grabitur? Çfarë kërkonin amerikanët në Afganistan për 20 vjet nuk lanë shpellë dhe brim pa eksploruar? Çfarë gjetën amerikanët në Irak? Gjithmonë e të thjeshtëve, na thuhet se çdo gjë bëhet për para, por paraja na ka verbuar në egoimat dhe jo ata. Në Irak ata kanë gjetur varrin e Gilgameshit, që sipas burimeve të lashta përshkruhet si gjysmë njeri, gjysmë hynor, 2/3 Zot dhe 1/3 njeri, dhe me shumë gjasa kanë gjetur dhe Adnan. Ne nuk e din se çfarë kanë gjetur në Afganistan, apo përse u zhdukën brenda natës pas 20 vjetësh. Ndoshta në një forcë madhore. Shumë mendojnë se luftrat në lindjen e mesme bëhen për naftën. Mos u gaboni. Ata që planifikojnë luftrat kanë në dorë shtypjen e paras, dhe që nga 1971 nuk ekziston më standardi i arit, që t'i ndalojnë që të shtypim sa të duan. Pra s'ka nevojë të planifikojnë luftra për fituar. Shtypim para pa u lodhur fare. I vetmi vend në botë që nuk kanë pushtuar akoma është Irani. Çfarë mund të fshihet në nën tokën perse? Qëndroni tek bota e fshetë, se misioni i radhës do të merret por me një ark, po për kësaj radhe, jo të kryej engjëllit Gabriel, por me arkën e beslidhjes të vetë Jahves. Mirupafshim.